Policia bashkiake ka ndërmarrë një aksion në zonën e ish-bllokut për lirimin e hapësirave publike të zëna në mënyrë të paligjshme nga disa biznese. Gjatë kontrollit në terren, u vure se subjekte të ndryshme kishin zaptuar trotuarët dhe lulishtet, duke vendosur karrike, tavolina dhe elementë të tjerë pa respektuar rregullat dhe kufit e përcaktuar. Si pasojë, strukturat e bashkisë ndërhyn menjëherë duke i hequr dhe sekuestruar këto pajisje. Kemi filluar një aksion në të gjithë Tiranën, ku do të shikojmë të gjithë ata të cilët kanë abuzuar me hapësirat publike. Ne jemi të gjithë pro biznesit, pro zhvillimit të qytetit tonë, por duam që të gjithë të jenë me kushtet të barabarta. Dhe për këtë gjë, ne bashkërisht me policinë bashkiake, me të gjithë drejtoritë e tjera, drejtorinë e taksave të bashkisë, po i monitorojmë dhe në rastet do të gjejmë shkelës të cilët nuk paguajnë hapësirën që zënë, policia bashkiake do të marrë karrige, tavolina dhe të gjithë objektet që ata kanë vendosur mbi këtë hapësirë publike. Nënkryetari i Bashkisë së Tiranës, Blendi Sulaj, theksoi se hapësirat publike janë prone e përbashkët dhe duhet të shërbejnë qytetarëve, jo të zihen në mënyrë abuzive nga subjekte të caktuara. Hapësirat publike janë të qytetarëve të Tiranës dhe të gjithë të tjerëve, të cilat duhet të jetojmë të gjithë bashkë në këtë qytet. I bëj thirrje të gjithë bizneseve, të cilat kanë shumë kujdes me shfrytëzimin e pamas të hapësirave publike. Ne nuk do ta lejojmë këtë gjë, do jemi gjithkohë në monitorim. Aksione për lirimin e hapësirave publike po vijnë në të gjithë kryeqytetin për të parandaluar zaptimin e tyre nga subjekte të ndryshme.